Faleminderit zoti Blendi. Jemi këtu për të quajtur një iniciativë jashtëzakonisht madhe. Ky aktivitet fillimisht ka filluar për nder të 4 figurave të shkruara shkodrane, për nder të Ramazan Ragamit, Din Zhegës, Saba Bizit dhe Paulin Dojës të ndjerë. Në ceremoninë e hapjes do të ketë një homazh për këto 4 figurat jashtëzakonshme dhe ky aktivitet i këtyre përmasave botërore që bëhet për herë të parë, se gjithmonë Shkodra e bën të parin, nuk mund të kuptoj pranimin e Ministrit Punëve të Brendshme, Drejtorit Përgjithshëm Policisë Shtetit, Drejtorisë Policisë Qarkut dhe Kufirit Shkodër, Federatës Shqiptare të Futbollit, Shoqatës së Sportit, dhe ne akoma jemi të ngrohtë dhe mendojmë që të luftojmë për të përsëritur rezultatet e 2 ekipeve shkodrane, ekipit legjend të futbollit të femrave, drejtuar nga një njeri që i ka kaluar për masat e asaj që quhet njerëzore Lazar Matia, dhe ekipit të mini futbollit të meshkujve. Për sa i përket kartonave të kuq, besoj se nuk do të ketë, pasi ne të gjithë jemi kolegë, jemi miq, siç e tha dhe presidenti, i gjithë stafi ynë, i cili përbahet dhe i përshëndes që janë këtu, rezultati është pika e fundit. Gjithçka është mikpritja, paraqitja vlerave turistike, të mendoni që kemi fituar për të drejtën për të bërë këtë kampionat ndaj shteteve të tilla si Franca, Spanja, Bosnia-Hercegovina dhe Malizi. Do të jetë në fushën e lojës Zaganjori, që është me njëri se zoti Doda. Unë nuk do të mungoj asnjëherë në fushën e lojës si spektator, kështu që do jem të fusha e lojës pa diskutim. Sukses e marrësia aktivitetit. Faleminderit shumë dhe medias, një falënderim i jashtëzakonshëm për ju Gasper, për gjithë shkollën i cili do të jetë një nga bashkëprezantuesit e këtij aktiviteti, për gjitha mediat shkodrane, për gjithë pronarët e mediave shkodrane, të cilët na vënë dispozicion në mënyrë shumë gjeneroze të gjithë pasqyrimin e aktivitetit tona. Faleminderit një herë dhe faleminderit Shkodër, dhe më e rëndësishmja, ftoj tifozat shkodranë, ata që nuk e lanë balkë asnjëherë vllaznin, jam i sigurt që nuk do e lanë balkën edhe Shqipërinë. Faleminderit dhe i mirëpres.